Parlamenti Evropian propozon për transportin ajror, bagazhe dore dhe vende falas për fëmijët në 12 vjeç, kompësim më i lartë për vonesat. Parlamenti Evropian ka rrëzuar me shumicë dërmuese propozimet e Këshillit të BE-s dhe të Komisionit Evropian për ndryshimin e rregullave mbi të drejtat e pasagjerëve ajror, duke riafirmuar një qasje të fortë pro konsumatorit. Me 632 vota pro refuzimit, eurodeputetët kërkojnë bagazh dore falas, vende pa pagesë për fëmijët në 12 vjeç, pranë shoqëruese dhe kompensime më të larta për vonesat mbi 3 orë pavarësisht distancës. Sipas rregullores aktuale të vitit 2004, pasagjerët kanë të drejtë kompensimi nga 250 deri 600 euro pas 3 orësh vonesë. Këshilli kishte propozuar rritjen e pragut në 4 ose 6 orë dhe uljen e tavanave të kompensimit, por parlamenti e konsideron këtë të papranueshëm, duke paralajmëruar se rreth 80% e pasagjerëve do mbeteshin pa dëm shpërblime. Një tjetër pikë për qasje janë bagazhet e dorës. Parlamenti kërkon një send personal, një bagazh dore të vogël falas deri në 7 kg, si dhe ndalimin e tarifave të fshehura. Po ashtu ai kërkon mbrojtje të posaçme për grupet vulnerabël, personat me aftësi të kufizuar, gratë shtatzëna dhe familjet me fëmijë, përfshirë procedurat më të thjeshta kompensimi. Linjat ajrore përmes shoqatave si A4E kundërshtojnë këto masa duke përmendur rritje kostosh, por raportuesi i çështjes, Andrei Novakov, ishte i prerë, të drejtat e pasagjerëve nuk negociohen, pas këtij refuzimi negociatat mes institucioneve të BE-s do të rifillojnë nga e para.